Hukabi ka qenë i fiksuar fetarisht pas Izraelit dhe hebrejve që nga rinia e tij dhe ka vizituar vendin më shumë se 100 herë që nga viti 1973. Ai nuk është i vetëm. Më herët gjatë vitit, organizata Christians United for Israel, CUFI, e cila pretendon mbi 10 milion antar si grupi më i madh pro-Izrael në SHBA, mbajti samitin e saj vjetor pranë Washingtonit. Konferenca e cila çdo vit tërheq zyrtar të lartë qeveritar dhe ligjvënës është përshkruar si një fest dashurie tradicionale për Izraelin, që kulmon me lobim në Kapitol. CUFI e ka përshëndetur konfirmimin e Hukabit dhe ka lëvdruar sekretarin e shtetit Marco Rubio, i cili u zotua se kjo do të ishte ndoshta administrata më pro-izraelite në historinë amerikane. Larg të qenit një rrymë margjinale, kjo është rryma dominuese fetare që po formson politikën amerikane ndaj Izraelit, një rrymë me rrënjë teologjike dhe perandorake që i paraprin për shumë kohë vetë shtetit izraelit, shkruan Joseph Massad, profesor i politikave dhe historisë moderne arabe në Universitetin Columbia në New York.